Në çfarë cilësie është intervista? Në cilësinë e personit të dyshuar. Gjithat sulm dhe pretendim të vazhdueshëm ndaj meje, i cili ka degradu. Mbi 3 orë ka zgjatur edhe intervistimi i ish-ministrit të mjedisit e infrastrukturës Libon Aliu në brenda hapësirave të prokurorisë speciale, ku intervistuan nga prokurorja Shenaj Berisha në lidhje me keqpërdorim të detyrës zyrtare. Avokati i ish-ministrit Aliu, Artan Qerkini, para mediave tha se klienti i tij është intervistuar në cilësinë e të dyshuarit në lidhje me një rast të taksave ujore. Zotri Aliu, për çfarë intervistuat? Zotri Aliu është përgjegjur ftesës së prokurorisë pa asnjë hezitim. I ka dhënë gjitha shpjegimet për funksionin e tij si ministër. Në çfarë cilësie është intervista? Në cilësinë e personit të dyshuar. Lehtësim që pas 2 vitesh heshtje pata mundësinë me marrë edhe me sqaru pak situatën para prokurorisë për gjithat sulm dhe pretendim të vazhdueshëm ndaj meje, i cili ka degradu aq shumë, por që unë jam përgjigjur me heshtje deri tani. Pata mundësinë me sqaru që për gjithë procesin, për gjithë periudhën sa unë kam qenë ministër, kam vepruar përputhje pikërisht me ligjin, kam vepruar sipas rekomandimeve të zyrës kombëtare të auditimit, nuk ka asnjë vendim i cili mundet me u ndërlidh mu me këtë proces, po ashtu ka pas auditim të brendshëm, ka pas edhe hetim i cili e qartëson shumë qartë pozitën e ministrit si staf politik ka shqipunës në administratë. Ka qenë një rast i mirë që pata mundësinë ta sqaroj nga fillimi deri në fund gjithë punën dhe tani jam i lehtësuar.